Fenomeni i profileve të reme në platformat online të përdorura për të publikuar vlerësime negative ndaj bizneseve turistike vijon të mbetet një shqetësim serioz për sektorin e turizmit në Vlorë dhe në Shqipëri. Sipas të dhënave të bëra publike nga strukturat e krimit kibernetik, mbi 10.000 profile false janë krijuar së fundmi me qëllim dëmtimin e imazhit të bizneseve të caktuara, kryesisht hoteleve, bareve dhe restoranteve që ofrojnë shërbime për turistët. Rastet e fundit denoncuara nga sipërmarrësit janë referuar tashmë prokurorisë. Operatorët turistike konsiderojnë këtë një sulm të drejtë për drejtë ndaj imazhit të turizmit shqiptar në një periudhë kur vendi po përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve. Administratori i qendrës së peshkimit Oriku, Sherif Durmishaj, shpreh se këto sulme dëmtojnë jo vetëm bizneset individuale, por edhe reputacionin e gjithë destinacionit turistik. Patjetër që dëmtohet. Ato janë trendi dhe moda sot. Unë para disa kohësh pata një diskutim me një klient. Normalisht mosha dhe mundësia na lë çik mbas nga teknologjia dhe më tha, klienti tha do të bëj një review. Edhe unë në punë sipër i thash mendova ishte diçka pozitive. Në fakt edhe i thash bëj atë review. Gjëja më kryesore është ne do ta kalojmë të fazë. Është kalimi i fjalës. Atë që bën kalimi i fjalës nuk ta bën asnjë lloj, nuk duhet të ofendoj mediat, po këto portalet falso në fund fare u del boja. Mbase momentalisht na kanë dëmtuar, por ajo do rikthehet në një burim force për operatorët që kanë lidhur jetën me turizmin këtu në Shqipëri dhe patjetër ajo do kthehet dhe në një zhvillim shumë më të mirë në vazhdimsi, sepse normalisht ata do të çmontojnë tek mendja e njerëzit që këto portale gradualisht njerëzit janë dhe ndërgjegjësuar, siç po ndodh rëndom me trufat që u bën njerëzve, edhe këto njerëzit gradualisht janë faza që i kalon dhe do jenë të sigurt tek fjala e mikut, ai që e voj, ai e mësoi, i thot populli jon, dhe ose ai që e shijoj, ai vlera e fjalës atij ka kuptim për prurjet e ardhshme. Megjithatë, Durmishaj beson se kjo situatë është e përkohshme dhe se e vërteta do të triumfojë. Sipas tij, turistët që vizitojnë Vlorën dhe Shqipërinë kryejnë vetë përshtypjet e tyre reale dhe më pas bëhen promovuesit më të mirë të vendit. Ai ngri gjithashtu dyshime se pas kësaj vale sulmesh mund të fshihen interesa konkurruese, madje edhe jashtë vendit. Unë jam dakord që ti do bësh reklam vendit tënd, por nuk jam kur dakord që të bësh antireklam një vendi tjetër. Edhe këtu pastaj hyn kjo quhet diçka tinzare. Edhe dashakeqëse, edhe kur nuk kam për të pasur sukses. Unë në veten time them kur ndodh një problem e kërkoj problemin tek vetja, sepse edhe këto media, edhe këto interesa, edhe këta dashakeqës në fund fare do gjejnë veten e tyre të zhytur në halle edhe në probleme. Jo më në momentalisht do kemi pasoja, si ndihet, domethënë, unë e thash, domethënë, një nga faktorët është që njerëzit gjatë korrikut, po dhe një faktor është kjo që ti përmende pak më parë këto fantazm portale që ka një organizim të mirëfillt dhe më vjen keq që kjo pastaj është, i themi, edhe një akt shumë i ulët. Nëse e bëjmë për konkurrencë, mund të përmirësojmë veten e tyre. Nëse e bëjmë për dashakeqësi, Zoti do i themi ti shikoj, sepse tek e fundit fare nuk meriton populli shqiptar apo gjithë ata njerëz që mundohen nga mëngjesi deri në darkë për të krijuar një ekonomi ose një cilësi jete për veten e tyre, për familjen e tyre, por dhe në një kontribut të jashtëzakonshëm shoqëror që janë ato që shkojnë në buxhetin e shtetit, taksat, dhe që krijojnë dhe një ekonomi lokale dhe kombëtare të qëndrueshme. Krijimi i profileve dhe portaleve false është një akt i ulët, shpreh Durmishaj, që nuk i shërben konkurrencës së ndershme dhe synon të dëmtojë padrejtësisht operatorët turistik shqiptar. Durmishaj thekson se në një shoqëri demokratike, çdo qytetar ka të drejtë të shprehë mendimin dhe kritikat e tij, por kjo duhet të bëhet me identitet real dhe jo duke u fshehur pas profileve anonime. Po kjo është gjëja më e keqe, sepse është paburëria, siç i thotë i moshme. Paburëria është bërë trend zhvillimi, fatkeqësisht. Por që jo çdo ditë do bjerë shi, do dalë një ditë me diell dhe për këtë vend, dhe unë shpresoj dhe jam besim plot që ajo ditë nuk është larg.
E ndërkohë që autoritetet vijojnë hetimet për të zbuluar autorët e profileve të rreme dhe për t'i vënë ata përballë përgjegjësisë ligjore, operatorët turistik kërkojnë që rastet të zbardhen sa më shpejt, duke theksuar se mbrojtja e reputacionit të bizneseve është një element kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit shqiptar dhe për ruajtjen e besimit të vizitorëve vendase të huaj.